Sekretarja për mundësi të barabarta të Bashkimit Demokratik për Integrim, Arta Bilali Zendeli, në konferencën e sotme për mediat, deklaratat e fundit të Christian Mickoskit i vlerëson se janë dëshmia më e qartë e panikut të tij para 19 tetorit. Sipas saj, kur një lider politik humb gjakftotësinë dhe shpik skenar imagjinar për koalicione që nuk ekzistojnë, kjo do të thotë vetëm një gjë, që ai e di se disfata dhe mosrealizimi i planeve antishqiptare po i trokasin në derë, ndërsa ka shtuar se e vërteta është e thjeshtë dhe se projekti i tij i quajtur Vlen është në rënje të lirë dhe më 19 tetor do të pësojë një debakël të vërtetë. Në vend që të flas për vizion dhe për program, Mickoski mirret me trillime dhe përpiqet të shpik skenar për të zgjedhur ai vetë përfaqësuesit e shqiptarëve. Por qytetarët e dinë mirë, shqiptarët janë të bashkuar për barazi dhe dinjitet, ndërsa vegla e tij politike Vleni po fundoset çdo ditë e më thellë. Me këtë rol vazali, ata po përgatisin terrenin për rikthimin e botës sërbe përmes VMRO-s, por le ta dinë, me vazal nuk ndërtohet as stabilitet e aq më pak ndërtohet shtet. Realiteti sipas saj është se Mickoski e ka kuptuar se BDI nuk eliminohet dot. E fatkeqësisht vijoi mëtej duke thënë se në këtë lojë të tij, Vleni ka pranuar të bëhet vegël, madje një vegël e vogël e Mickoskit.